Kështu që ideja është kjo, për ta përmbyllur këtë gjën e bigut, që un jam realist për të thënë atë që është në fund ditës. Për sa më përket mua, a i arriti pritshmëritë e mia, eksperienca ime individuale në big apo jo, pyetja që më bëre çfarë, unë mund të them që në big kam hyrë pas një lloj perspektive dhe pas një lloj analize, sepse ka qenë një vendim i marrë në minutë fundit. Unë gjaj kisha krijuar një le ta quajmë plan jete. Unë isha gati për të bërë zhvendosjen time për në Punta Cana, në Republikën Dominikane. Kështu vendosur ta lihesh Shqipërinë përfundimisht? Ta lihesh Shqipërinë dhe të shkoja në Amerikën Latine. Gjë që nuk ndodhi, do më kisha prerë një bilet vetëm vajtje. Intervistën e parë me stafin e Big Brother, unë kam pasur. Si të erdhi ftesa? Kam pasur një intervistë të parë me stafin e Big Brother që pa nisur sezoni 4, u la në bisedë, nuk kishim asnjë gjë konkrete. Muajt kaluan edhe unë i organizoj jetën time dhe mora këtë vendimin për të zhvendosur në Punta Cana. Mbaj mend 2 ditë para fluturimit, datës fluturimit, unë marr një telefonat sërish nga stafi, nga produksioni dhe më kërkojnë që të hyj në datën 15.